Kjo video është për ëndrrën amerikane të ri për kufizuar. Ëndra amerikane, kur unë kam marrë në Amerikë që në moshën 15 vjeçare, ka qenë programimi për të bërë një lojtare e mirë në sistemin e amerikan. Që do thotë që duhet të merja një shkollë të mirë, duhet të kisha një karrierë të suksesshme, duheja që të merja gjithë mundësit, gjithë ambicjet që më dinin përpara, duke thënë po çdo gjëja. Duhet që të martohesha dhe të krijoj një familje dhe të kisha të paktën 2 fëmijë dhe një shtëpi të sigurt. Edhe kaq, kjo ishte ëndra amerikane që nëse do të arrije, ti do të jetoje përfundimisht i lumtur. Por, çfarë kam kuptuar, tani që jam e rritur, le të themi, dhe ajo ishte gjëja që unë isha mbrapa duke arritur në të 20-tat e mia, ose në dekadën e viteve të mia 20 vjeçare. Çfarë kam kuptuar tani është që ëndra amerikane që unë dua tani është paqja dhe qetësia, është ndalja nga sistemi që unë të mbetem e vogël dhe të punoj për fuqi më të mëdha. Është krijimi i jetës time si një arkitekte e kuruar me qetësi dhe paqe në çdo aspekt. Është patjetër dëgjimi i shpirtit dhe zemrës time në çdo moment për të marrë vendimet e duhura. Dhe kuptimi i vlerës që un kam si njeri që nuk duhet që të vi nga arritjet që un kam në jetën time të jashtme, por është thjesht mënyra se si un e drejtoj, le të themi, ose operoj nga brenda për të marrë vendimet e duhura që kanë kuptim për përputhjen e shpirtit tim. Dhe kjo është ëndra amerikane që më ka kuptuar tani. Që siguria që ato gjëra që ëndra amerikane sistemi na shiti, një shtëpi, një rrogë, parat, janë të gjitha siguri që vijnë nga jashtë. Dhe kam kuptuar që siguria më e madhe tani më vjen nga brenda. Kështu që ato nuk kanë shumë rëndësi, ose fare rëndësi. Edhe kjo, miq të dashur, është ëndra amerikane e ri për kufizuar nga dikush që tani është në 40-tat e saj dhe në këtë dekadë që po operon komplet nga një le të themi sistem operues ndryshe, me mend të tjera, me besime të tjera dhe me eksperiencë nga shkolla e saj e jetës, patjetër më shumë se në 20-tat e saj. Shpresoj të ju ketë bërë të reflektoni kjo video për shumë nga shqiptarët që jetojnë në diasporë, por mbas edhe nga shqiptarët që jetojnë në Shqipëri. Po, reflektimi dhe thënia e të vërtetës nga eksperienca është vetëm gjë që kemi në dorë. Kështu që shpresoj të ketë ndihmuar.